jep. Po. E harrot qajtën. Ha? E në Tiranë? Në Tiranë jam, por me shumë besim, besoj që nesër vim Prishtinë. Vërtet? Po. Hajde. Do jesh anej? Aha, dhe jem 4 ditë se jam kam intervista ndryshme. Kam edhe një gjë shumë të bukur, pas ta them dot këto, do ta them E privat. di, e kam marrë vesh. E kam marrë vesh, krejt planin e kam marrë vesh. Jo, planin B, timin. Po planin bë pra. A shumë i bukur. Veç nuk di, veç nuk kam informacion hala çfarë është. Ta çoj unë. Ha? Ta Mirë. çoj unë. Edhe më jep. Ma do vini nesër. Jo, do t'ja çoj në privat sa ta mbyll. Kush është aty, mër? Është i shoqja ime, nuk e njeh, është doktoresh. Doktoresh e çkafit? E përgjithshme. Shumë mirë, kam probleme trut. Si bo? Ka probleme trut njësoj si unë. Se di unë me luksin du më marrë, me trus, s'marrë për sipër, se Me përballo. çka? Me luksin thot një moj, thot me trut jo. Me luksen? Valla dhe me luks kam nevojë. Vallaj me luks. Po prandaj edhe unë po bëhem për luksin, se gjithë shoqënia ime janë gjithë pjanecë si puna ime, gjithë do ketë probleme me luksin. Me me luksen edhe unë kam Derisa probleme. me trut, kur se kam bërë dërmon vetës dhe anës, si bëj dot kujt. Për trut thot kur nuk i kam bë dërman thot vetes time dhe anës thot nuk mër njëri për sipër. Rën shumë ka puna. Ka puna. Puna ka keq. Po kena nevojë për një psikolog të mirë. Po s'ka, se me vajt në psikolog bëhet psikologu për psikolog. Ë? Me shku në psikolog bëhet psikologu për psikolog. Po, bëhet. O jo, psikologu bëhet për psikiatr. Si, apo psikologu të më falë. Psikolog, por dush më njës për psikiatr urgjent. Më falë se t'kemi ram qaf. Pse thotarit, na veç i ulmin edhe i thëna, qëre, të kena bu me probleme të theksuara. Të unis psikologu me thonë, të na thani, më falë, shumë që isha këto, unisa une, për shkaj. Ka telefonin pak qëto se u lodha to e majtë telefonin në dorë. Qa ka nëjë sen? Shpeta, jetu të nëzina i projekt ri. Po, Vetëm, sola kam fjallën. po, i kam 2. Balat? Hm? Balat? Janë gati balada, po janë me ritëm. Nuk e di që është mëna me e spjegu qëfar zhandrë janë, po janë shumë nice. Ti e ke një? Po, ajo është shumë e bukur. Edhe Zotin, ato kam për t'ja u babajat njerëzve, e di. po thua? Po, unë po i herë në Instagramin tim. Nuk e di të më thënë ti, po unë dhe ja u bëj bajat. Nga Tirana, deri këtu, kam nejtë të ngju këngët e tua në Marova edhe atë tjetën që kam marrë pjesë. Atë kam qef shumë, u marroj për atë. Marovëna? Yes. Ajo ka Marovën, unë kam atë tjetën që kam marrë pjesë në këngë magjike. U marroj. Po Marova është në këngë magjike, maj? Është ajo tjetra, si e ka? Si e ka jo zemë? Ma kujto vetëm Jo, titën. nuk e ka për atë. Jo, psikopatja është Zhurmë. zhurmë. Për zhurmën. Po, Na psikopatja, si këngë tate nuk e ndroj zhurmën. edhe one nuk e ndrej zhurmën. Na Ne, si tash t'i kuve të fundit ja kom nis me ndru pak me ninullën. Mirë, ninulla është me vërtet ninull. Dëve në gjumë, kupton. Do me kryu qetësi shpirti, ngjon ninullën edhe jenë rregull. Po, Po. ka njerë një 20 minuta, mas 20 minuta. Kam qa unë pa mëra. Po pra, qa një 20 minuta tani thua, okej, tash është koha për gjumë dhe jashtë. Isha para një 3-4 ditësh se ti di si thema që i ka pa i budalliku. Isha në shtëpi, po kam ne ti ore gjys, po kisha qa shumë. O fife, e nëzora ketat e të keqen për jashta, edhe për budalliqe, se për gjëra serioze nuk qaja si herë. Edhe, për zotin, jam fenomen. Edhe, kisha vu një nullën të atë dhe po i kam videot këtu në telefon, në Snap. Mo i kam bëj 100 video të më dilte një sakt, nuk më ka dalë as një, se doja me postue.
isha në mund për ta postu. Nuk më dilte asnjë, o dilsha shumë e nxime, o shumë e fryme. O zot. Ka unë në kësi aty në kësi raste nuk bëj video hiç se e di që do këtë me një herë. Ja, më s'manin, më fundi është e vërteta. Ka njëri që nuk qanë? Jo. Ore, kretë njerëzit qanë, po kur je e përfshirë në showbiz, me nëzë me marë veç një spunt të vogël prej Ofi, bëra një tatuazh. Dëgjoj Ana se ky është lot, kam qesh me lot. Bëra një tatuazh këtu. Po, Edhe shkruajta diçka që unë e ndjej që jam 100% ashtu, domethënë self-made 100% done. po. E kam shkruajt këtu. Edhe e postova domethënë Instagram dhe bëra tag personin që ma bëri tatuazhin. Okej, deri këtu. Kur zgjohem në darkë e het, kur zgjohem në mëngjes, shoh 270 milion faqe, nga këto Jeta është qefe, gjithë këto gazetat e tjera. Ana bën tatuazhin e papritur. Po. Ku t'ja dedikon këtë me tatuazh? Po, Për- çfarë ka dashur të thotë Ana me këtë gjë? Po, kujna ja ka hedhur kunjën Ana me këtë tatuazh? As kërkujt vetë. Po, pra, Unë do e het një kunj, po të presim dhe pak se nuk është kunj. po ndoket që dhon do na me hedh do kunja shtash. Me vërtet? Mm. O, sa qef. Ka koha. Ja, sapo. Unë jem që kunja Nuk mundem për zotin. më Unë shumë. jam shumë pro këtyre gjërave. Kunjava? Po, kur janë të vërteta? Po, ati që është ma e bukra? Hmm. Që të mas në na dalin njerëz të tjerë që të thojnë jo ti po rran. O zemër, nuk ma nin mu. As mu s'ma ka Unë një, qofse kam arrit deri këtu në jetë, flas në jetë, jo në showbiz, s'kam lidhje fare, por në jetë, nëse kam arrit këtu, kam pas vetëm një qëllim si anë. Mos me mani asnjëherë çfarë thon tjerët për mua, se në fundit kur e vej kokën krevat, jam unë ajo që i përjetoj gjërat, jo ata që komentojnë. po ama bot një farë situate ka një herë që përfshien njerëz ma shumë se sa veç ti. E di, edhe jam unë në këtë situatën që po flet ti tani dhe besoj e din, po që prap nuk ma ndjen. Por aq kohë sa jam paqe me veten time, Po. I don't give a fuck of if, I swear. Nuk ma ni fare. Problemi është kur nuk kam paqe, aty është Po, ku në qa rastesh nuk ki paqe? nuk, për zotin, ja realisht, në paqe nuk jam vetëm nëse kam bë dikë që